U rikëthyem në pjesën e tretë dhe të fundit dhe tashmë është rada për një bisedë në studio bashkë me Shqipe Bunjakun, nën togerë dhe veterane e NATO-s. Pra, Shqipja ka një karierë bukur të gjatë dhe bukur sfiduese. Mirë mëngjesi Shqipe. Mirë mëngjesi. Ato tirat nuk t'i përmenda si ki shumë. Mirë po gjatë ndërkohë, gjatë bisedës kemi me laburu të gjitha. Shqipe më thuaj fillimisht si ke ardhur nga Suedia në Kosovë, këto ditë ndodhësh këto, e lindur atje edhe jetën, karierën kryesisht e ke zhvillu përmes shtetit suedez. Po, shumë e vërtet, mirë mëngjesi. Shqipe, dua ta nisë kështu, unë përmenda faktikisht është nën togerë dhe veterane e NATO-s. Po. Më thuaj fillimisht si nisi gjithë shka për ty. Pra nisi nga shteti i Suedis, dashuria jote për ushtrin, për me kontribu, për me zgjedhë ndoshta një rrugë jo shumë zakonshme si që zgjedhin grata. Shumë e vërtet është, në fakt, unë e krejt karierën time e kam kalu në fushat mashkullore që quhen. Nuk janë ato mashkullore, po ashtu quhen, se shumica kanë qenë gjithmonë burra aty. Por karierën e ushtarakës kam fillu si lobiste, kryetare e Këshillit Paqësor Suedeze, ku shkonim nave në OKB në Zhenev, në Parlamentin Evropian në Bryssel, në NATO gjithashtu në Bryssel, me OSBE-n kemi pas bashkëpunime, lobimi për qarmatimin nukleare ka qenë. Edhe aty, gjatë një konferense, ka pas ushtarak, më thanë, oficerë të larta, nga gjithë bota, ku i kishim në konferenca tona, dhe gjatë bisedave në bas konferences, atëre një oficerë suedez më pat ofrua e pa thanë, po ti tha që po lobon kështu për qarmatime, ashtu, tha, qka din ti tha për ushtrinë, adhen? Thash, jo, thash, unë nuk di asgjë për ushtrinë. Isha shumë e re atëre, e thash, nuk di asgjë për ushtrinë. Kur u ktheva në Suedi, aplikova edhe fillova stërvitit ushtarakja. Shtu. Edhe mandej aty nisi gjithë shka për ty, a? Po. Mirë, po sa zgjati krejt kjo eksperiencë jotja, sa vite? Prej 98-ës deri në 2003 kam punu në ushtrinë suedeze. Ushtrinë suedeze. Si ka qenë kjo eksperiencë për ty, për shkak që përmendë më herët, që nuk është dështë dhe që ke bërë punë kryesisht mashkullore. Jo në kuptimin negativ, mirë për fakti që kryesisht këtë punë e bëjnë më shumë gjinia mashkullore. Po, shumë e vërtet. Natyrisht ka qenë sfidë, shumë e madhe, si vajzëre në ushtri, por me gjithate edhe shumë me respekt edhe më kanë mirë prit të gjithë ushtarakët, do më thëmë bashkë kolegë të mi. Mirë, po sa sfidu se ka qenë me lëbu një institucione ka është në do ndërkombëtare, si një gru shqiptare? Jo vetëm si një gru shqiptare, po edhe re kam qenë, andaj ka qenë shumë interesante, po unë gjithmonë e kam pas një zë shumë të fort. Se unë edhe kur bisedoj ose kur loboj për diçka, bëj hulumtime, i shikoj faktet, e kam pas edhe ekipin shumë të mirë, që kam bashkëpunu me to, në këtë këshillin ku isha unë e kryetare, dhe e kam pas një zë shumë të fort, ashtu që mirë. Shto gjë mirë ka qenë. Mirë, po ky zoni ytë shumë i fort, arrinte me u ndëgju, do të thoja nga të tjerët? Po si jo, kam pas një pakt, një marrëveshje Rusia me Amerikën atë kohë, për qarmatimin nukleare. Në paktin e dy, unë kam qenë pjesëtare. Kur e kam ba, do me thanë, hapin e dytë të qarmatimit, kam qenë unë pjesëtare aty. Mirë, në kjo periuda e NATO-s, saj përket kësaj pjesë dua të di në cilet vite më saktësisht keni shërby? Të NATO-s. Me NATO-n kam punu prej 99-ës deri në 2003-ën. Se ashtu lloj e kam pas edhe në kohën kur Suedia nuk ka qenë pjesë e NATO-s? Po, Suedia ka qenë pjesë e Partnership for Peace, është një ndeg të NATO-s, në atë kohë, dhe Suedia ka luajtur një rol shumë të madhe të bashkëpunimit të shteteve të NATO-s. Mirë, si ndodhi mandej përfshirja juaj në KB edhe në OSB, aty keni shërbyer edhe për disa vite? Jo, unë nuk kam shërbyer në KB edhe në OSB, por kam bashkëpunu me ato si kryetare e Këshillit Paqësor Suedeze.
Po ashtu për pas këtyre ke pasion shumë të madhe edhe për futbollin edhe ke luajt për futboll, a? E ke këto prej është kjo ndër ato hobit të tua të para? Po, si 4 vjeç që kam fillu me lujt futboll, se unë ma e vogla në familje, vëllezërit të mi, na jemi familje komplet sportive. Ato lunin futboll edhe natyrisht unë nuk dojsha vetëm vëllezërit të mi me marrë vëmendjen e primëve të mi që janë të mirë në futboll, po edhe unë edhe u fillova me lujt futboll, që ishe vogël. Edhe kam lujt futboll, thuaj se gjithë jetën time, po edhe trajnere. E ke pas veç pasion, apo mandej, apo edhe ke lujt me na ekip? Po, kam lujt edhe me ekipin të Ligës A, quhet me Liga, kam lujt për Malmö FF, ashtë atë në atë ko ka qenë Liga maj fort, dhe më thënë ekipi maj fort. Pastaj më kanë marrë mua si e re, si prej moshës 13 vjeqe, më kanë stërvit për kombëtarën suedeze. Deri në moshë 20, unë kam stërvit me kombëtarën suedeze. Gjatë cilën ja u ke trashëgu edhe vajzave tua? Një vajze kam une. Vajzave në Suedi? Po, tash e kam prej janarit e kemi një përpjekje në Stockholm, në Suedi. E ke formuar klubin apo ende? Jo, klubi është e formume. Klubi që 10 vjetë ekziston, por vetëm djemë që shqiptarë kanë lujt aty. Edhe kanë lujt në ligën e tretë, më duket kanë arrit 4-3, nuk jam shumë me sigurt. Po tash unë e kam barë një përpjekje ku kam ledh vajzat shqiptare në Stockholm, në Suedi, edhe na lujnë futboll. Quhet klubi Dardania FF i Stockholmit. Dardania FF i Stockholmit. Ndërkohë po e shohim këtu e kemi edhe një foto të ndër, nëse mundesh me na thonë me fjalë tua në cilin vit është bë kjo foto, çka përfaqëson kjo foto, çka përfaqëson kjo uniform? Kjo është 2019, 2018 Suedia e shpalli 29 majin si dita e veteranëve që kanë qenë misione jashtë shtetit. Edhe 2019 më ftun mua, ose unë atëherë u bëra veterane e NATO-s, ushtri suedeze, edhe më kanë ftun mua aty ku kishën ceremoni me shpërndarje medalesh për neve që kemi marrë pjesë në misione. Çka do të thotë për ty ti je veterane e NATO-s? Krenari. Naturisht që krenari. Mirë po, je mundu të njëjtën gjë me trashëgu edhe tek fëmijët të tu, tek vajza jote? Po si jo. Djali jem po. Ai don, në FSK don me marrë pjesë. Edhe jemi të në pritje, naturisht, se janë do. E ka mbush moshën apo akoma? Po, jo, 22 i ka ba djali jem, po. Ai ka dëshirë me shku në FSK. Mirë, po si po të bënd ty me unë ndjekjo ti veterane e NATO-s, në të gjere, tash djali... Po, buri, baba e fëmijëve të mi, ai është veterani Kosovës, ai ka luftu në Koshare, është madje plagosur në Koshare, mandej edhe Macedoni ka qenë luft, më thanë 2 luftra, fëmijët e mi janë rritë në një familje ushtarake, që i mi tha ndryshe. Ka përshtypjen që ato outfiti juaj preferuar është kryesisht kështu me simbole ushtarake, a? Qoftë Suedis, qoftë NATO-s, qoftë Kosovës. Po, janë të bukura, djemë të vajzat që shërbejnë për vendin e vetë, për qytetin e vetë. Mendoj që është një gjë shumë e bukur. Mirë po, për perspektivë, po besoj që ndërkohë po e shohim këtu edhe një foto. Këtu ishte kur isha kryetare, që sa e re kam qenë, kryetare e Këshillit Paqësor, që këtu kemi qenë në Parlamentin Evropian, me një konferencë, e këto tjerët janë të OKB-s suedeze, OSB-s janë delegatë të tyreve, edhe une aty, me to bashkë. Ndërkohë kemi edhe ekranin këtu, me gjithatë ndonë se është largë, nuk shihet edhe mjaftueshëm qartë atje, në cilin vit ka qenë kjo edhe njëherë? Kam qenë kryetare e Këshillit Paqësor në moshë 22 deri 26. Kryetare e Këshillit Paqësor? Po. Cili ka qenë misioni i krejt këti... Lobimi i qarmatimit, lobim me ba për paqen në botë. Mirë po, sa ka zgjatë krejt kjo periudhe jotja, ose si ka qenë, si ke ndërtu raportet me atje ku do që ti ke shku? Se sigurisht që lobimi për paqen në botë nuk është një mision të shta shumë i letë. Jo, nuk është e letë, dhe sidomos si e re, që më thashë kam pas sfida, se ato gratjera, delegatjera që i shifni këtu, ato kam punu edhe shumë ma kotë të gjatë. Ndërkohë këtu unë e vrej edhe një diferencë moshe? Po, fix. Edhe shifet qarë që ma e reja jam unë. Ke qenë vetëm ti shqiptare këtu? Po.
Po vetëm unë kam qenë shqiptare, ku kam shku, edhe studime në Washington, nuk kam pa aty, se ishta në Washington në 95-ën, shkova, nuk kam taku shqiptar, as nuk kam digju dikush me folë shqip aty. Në këto konferensat që kam qenë, s'ka pas as një shqiptar tjetër, as djallë, as vajza, dhe vetëm une. Mirë, po cili ishte perceptimi i krejt këtyra, që po shohim këto, ose dhe shteteve, kudo që ti ke shërby, ke punu, ke bashkëpunu, karshi Kosovës? Ato shumë nuk e kanë njoftë Kosovë në këtë kohë. Une kisha si mision t'ju tregoj kush janë shqiptarët. Edhe andaj do shtë edhe kjo mua më ka shty shumë për para në karierë. Adën se e kam pa që kjo është misioni se nuk I njofi njerëz Kosovën ose Shqipërinë në përgjithësi. Po flasim, nështë e kam fjallën edhe për kohën që Kosova ka qenë pranë me një periudhë lufte, ka qenë atmosferë lufte, edhe po thuaj se shumë shtetet botës I kam pas sytë kanesës, çka po ndodh, deri sa edhe pra s'kam pas shumë njohuri edhe je mundu me informue gjithkohës. Në çdo lobim, në çdo bisedë në konferenca që I kam pas unë, pa e përfshi Kosovën nuk e kam lënë. Gjithmonë në fjalimet e mia e kam përfshi Kosovën. Se në këtë periudhë ishte, domethënë, lufta në krejt ishte Jugoslavinë. Atëherë në këtë periudhë ka pas arrit lufta në Bosnë. Edhe atëherë hala s'kisha arrit deri te Kosova, për mua ishte shumë e rëndësishëm me përmend Kosovën, me ju tregu botës, se këtu e kemi rrezikun më të madhe të luftës që ku mundet me shpërthy lufta e tretë botënor, në fakt. Kjo ka qenë misioni jam të ju informoj botës për Kosovën, për rrezikun që kur të arrin lufta në Kosovë, se çka mund të ndodhe. Përmande që ke studiu në Washington I vitin 1995. Të ndalimi pak të ka e periudhë, po du me të këthim kohë, dhe këtu për mes fotografive u këthim shumë vite pas, po të ndalimi pak të studimet. Si ka qenë ajo eksperiencë për ty? Cila ka qenë dega specifike që ti ke studiu atje dhe arsyeja që e shku nga Suedia, pas parasysh që Suedia është një nga shtetet shumë të forta, do të thoja, saj përket pjesës e arsimit. Suedia në atë kohë nuk e ka pas programin diplomatik, unë kam studiu International Relations. Se synimi im ka qenë të bëm adukat e popullit, të bëm adukat për të drejtat e njerëzit, edhe kam dashtë në fakt si e re të punoj në New York, në OKB New York, ajo ka qenë synimi im në këtë kohë. Me karierë kështu. Edhe prandaj aplikova atëherë me shku në Washington në Shenandoah University. Aty kam studiu dy shkollat e larta paralele. Një ishte gazetaria ndërkombëtare, internacionale, edhe tjetra ishte diplomacia, domethënë International Relations në Shenandoah University. Dhe ka qenë një eksperiencë fantastike, kam taku njerëz, profesor të mi kanë qenë për shembull Elizabeth Colton në gazetari. Ajo është ajo e vetmja Saddam Husseini në atë kohë në luftën e Kuvajtit në Irak që ka qenë që pranoi me marrë intervistë Saddam Husseinin, Elizabeth Colton. Elizabeth Colton pastaj edhe nga Britania e Madhe u pat përjashtu, nuk ka pas të drejt me shku aty, se pat shkrujt për shembull për mbretëreshën Britanisë së Madhe. Unë këte e kam pas profesoreshën atë kohë, dhe ajo e njifte Kosovën për shembull. Na kemi pas biseda shumë për rreth Kosovës e historisë shqiptare. Me atë. Pastaj edhe kam pas Madeleine Albright në një lëndë të International Relations. Ajo atëre hala pa u ba sekretare si quhet se harova. Po, nejse. E kam pas edhe atë një lëndë, më thanë unë edhe që aty e kam pas profesoresh atë. Ajo vinte na jepte mësime në këtë lëndën specifike diplomatike që e kishëm. Po si ka qenë embodiment, si ka qenë Albright si profesoresh? Shumë e mirë, unë natyrisht si kurioze, unë gjithmonë edhe kur nuk jam frigune prej asgjëjt, as prej kërkujna, edhe gjithë njerëzit I kam trajtu barabart me mua, edhe pse kanë qenë të mëdhaj në mosh, ose më të rinë në mosh, ose titullat, unë titullat kur nuk I kam nuk ma mërmendja që një titull e mban e mbush një njeri, por është njeriu, unë gjithmonë I kam pasi njerëz, por respekti ka qenë natyrisht për profesorat, sikur që e dini, po
ajo ka qenë shumë interesante, se me kuriozitetin tim, unë shtrësha pyetje, ajo u përgjigjke, pa kishim biseda, madje ajo dojke mua me më punësu në organizatën e sajna, që ka pas International Peace, si kishte emrin ajo organizata, pasi unë njoh edhe shumë gjuhë, edhe ajo e pa, më thënë që isha interesume në atë kohë. Por mua, me thënë të drejtën, 2 vjet nejta në Washington, mu duk shumë largë, nuk I kisha kërkan hiq atje, edhe largë Evropës. Unë Evropën e dua. Ashtë drysha, është kur mundesh me hyp aeroplani për 2-3 orë, adin shkon e ndronë shtetin, mundesh me I taku njerëz që I donë, edhe mundesh mu këthy. Ajo në Washington ishte shumë largë, adin prej 15 orë deri 21 orë, kur kam shku 21 orë udhtim kam ba, kur jam kthy 15 orë udhtim kam ba. Nuk ishte që mu isha për një vikend me shku mi pa familjen, prindrit për shembull, ose shoqnin. Ashtu që shumë më ka duk larg Amerika. Edhe kjo është arsyeja pse ke refuzu mos me punu në Washington? Pavarësisht që ishte një insistim, jo, po një ftesë nga Albright? Po. Kjo ishte vetëmi arsyeja, mu duk shumë largë, edhe vetëmia ishte shumë, adin nuk ashte letë vetëmia, kur nuk ke shoqni kështu. Me që dhe di edhe familjen e ke në Suedi, pra ti ke lindur atje? Po, unë kam lind në Suedi, prindëm e 68 kanë shku në Suedi, prej Turqis, 4 vite kanë jetu në Turqi, pastaj kanë shku në Suedi, edhe unë pastaj në vite 70 jam lindur atje në Suedi, ashtu që aty jam lind, jam rrit. Right, I kam aty, po edhe këtu, në vise shqiptare. Për krejt të vite, pavarësisht që ke lind në Suedi, edhe kom përshqypjen që ndoshta në shumë vite më parë, ardhjet në Kosovë nuk kanë qenë ndoshta të mundura si kur tash, si që kemi mundësi. Sa shpesh vije, ose si ka qenë kjo lidhja jote me Kosovën? Prej fëminis, kemi arë gjithmonë, shto verë, shto pushim verore, kemi arë në Kosovë, edhe në Shkup, se babi im ka linë në Shkup, gjyshin e kam të Kaçanikut. Nana im ka linë në Pej, po e u rritë në Shkup. Por gjithmonë Kaçanik ke Shkup, adin, këtu jemi sidhë, në këto zonat. Si e vogël, shto pushim verore kemi kënë këtu. Pastaj, në 14 vjetë, nuk kam pas të drejtë marrë në Jugoslavi, për arsye që adin ju pa të ndimue, ishte atëre, si ishte vakumi, si me qujtë këtu në Kosovë, I pa të ataku në organizatën studentore në Prishtinë, edhe mi pa të ndanë do dokumenta që I nëzora unë jashtë me emra, mbi emra, të gjithve që kanë qenë të pushuar nga puna, nga institucionet, adin krejt shqiptarët, dhe me ato dokumentat unë I qova në Suedi edhe shoqata jonë, shoqata Kosova në atë kohë ka qenë në Suedi, e formuar nga prindi jem edhe shumë tjerë televizjes. Ato përhapen atëre lajmi parë për gjendjen e Kosovës që ka qenë në TT në Evropë, dhe për Evropë, me këto emrat, mbi emrat krejt. Mandej pas një kohë ti bashkëshorti është? Po, ishë ushtari u që kësë. Oke, keni ftu atje apo në Kosovë? Ne jemi taku në Suedi. Garant me naj event, asë të themi. Po, ato familjaris I kanë arë se na shumë të lidhur kemi qenë dhe jemi ndimuar shumë shqiptar mes vete në atë ko. Edhe ato kur kanë arë dhe bashorti jem ka qenë 13 vjeç për shembull kur ka arë në Suedi prej Gjakovës. Edhe aty, pasa jemi njoftu, unë e shoqe, kam pas motrën e tina, jemi njoftu edhe vendosem për shumë vonë, më thamë, basi që I kryva unë misionet me NATO në me krejt, atëre jemi martu edhe kemi kryo familje. Mirë po, përmendet që ka qeni plagosur në Koshare. Për gjatë asaj periude ju keni qenë në Kosovë apo në Suedi? Jo, unë në Suedi atëre kam qenë. Mirë po, se shihjeti nga larga atje ndërka për deri sa ti ke qenë në Suedi, bashkëshorti këto në luftë? Jo, po nuk kemi qenë të një morë martum në atë kohë. Nuk e kam njoftë kështu atëre. Si figurë e kam njoftë, po nuk e kam njoftë më afër. Mirë, une faktikisht më bëhet qefi, sepse sot një pata mundësi me një shumë gjana interesante prej teje, edhe shumë rëfimet ndryshme, duat ndalem përfundu dhe të kjo pjesa prej vitit 2016, masi që I ke përfundu krejt këto misione gjatë jetës tënde që I ke pas, je edhe në kompanin tënde që vepron mes Kosovës edhe Suedis, apo? Po, konsulente, menager,
analist, apo? Po, kam shumë titulla. Unë thash më herë, tash ti ke shumë titull, unë asnjëherë në jetën kur deri sot nuk kam pas një protagonist që ka shumë titull sot. Jam ekspert e finansave, burimeve njerëzore dhe të pagave për krejt Evropën edhe për Kanada. Edhe mua kompanitë amerikane që funksionojnë në Evropë më marrin gjithmonë si eksperte, si analistë biznesit mos pari, ku dojnë ato me efektivizuve për shembull departamentin e financave, burimeve njerëzore dhe të pagave. Edhe aty mas pari e baj unë analizën time, pastaj e udhëheq gjithmonë projektin deri në fund, se zakonisht ato adin analizën time që mundemi me ndryshue, e aprovojnë edhe e vazhdojmë në projektin deri në fund e udhëheqi. Por më ka ndodhur për shembull edhe për Microsoftin, kur më morën si analiste e biznesit Microsofti. Pastaj menaxheri i Microsoftit në Suedi shkoi në pushim mjekësor në fakt, edhe më morën mua si interim menaxhere. 1 vjet e kam udhëhequr në Microsoftin e Suedis për shembull. Se unë kam provoj kompanija të mia në fushën e naftës dhe gazit në 3 shtete të ndryshme. Kam provoj me udhëheq kompania. Nga viti 2009 deri në vitin 2015, që ti je më saktë. Qashtu. Edhe ONG Consulting e ka pas emrin, unë e kam pas eksperta prej inxhinierave deri në mekaniku më i thjesht, por që kam pas që kanë qenë të certifikume me punu në riga dhe platformat e naftës dhe gazit anën mban botës. Edhe kështu i kam udhëhequr në 3 shtete kam pas kompanin, klienta dhe i kam pas anën mban botës, edhe i dërgojshme neve ato në përmisione, në përpuna, kështu të ndryshme. Mande si erdhe që e ndërpreve, ose nuk ndrove drejtim? Ndrova drejtimin e shita kompanit e mija që aty, edhe ndrova drejtimin edhe tash po punoj vetë për vete. Po shes mend. Kur flasim për një kompani, ke vepruar në 3 shtetet botës, nafta, gazi, dim që janë kryesisht kompani që janë shumë fitimprurse, ndërsa ti për 6 vite ke shërbyer me këto kompani dhe mandej e ke mbyll. Pse? E ke shit? Po, jo se pash që unë jam një njeri që punoj shumë, se unë kam dëshirë të kry punën time me flamur të ngritur, me bajrakun lartë. Edhe punojsha shumë, fëmijë të vegjël i kisha në atë kohë, burin të plagosur, adin ishte vështirë të menaxhoja atë si e vetmja burim në fakt të familjes, dhe e pash që ishte lodhshme dhe pata mundësin me shit. Njëherë vazhdova të jem CEO në kompanin time, por me pronar tjetër, por pastaj e pash që masi e kisha kry atë mision, ajo ishte një kapitull e mbyllur, andaj unë vazhdova mandej rrugën tjetër. Edhe vazhdove prej vitit 2016 me një kompani krejt tjetër, dhe që vazhdojnë faktikisht ta bësh akoma, po? Po. Mirë po, krejt këto vite, ke mendu me u shpërngull krejt me u këty në Kosovë, apo dënë me punu kështu mes Kosovë, Suedis, edhe... Po, shive, unë erdha me jetu në Kosovë, se fëmijët e mi janë rritur edhe janë vetë djesue, djalim për shembull ai jeton vetë, ka punën e vetë, ashti një pjesë më ashtë letësue, vajza e ndë ashtë pak e re, e pash që me gjithat e mua me vyke më uthtu gjithë kohës, edhe kështu do vazhdoj, do uthtoj, herë andej, herë këndej. Ka diçka që mas shumë ti të pëlqen Kosovë? Me thanë të drejtën, tash kur jam këthy në Kosovë, jam këthy njëherë me një farë angthi, se që thashe, gripe mbas gripe, kam pas 1 vjet këtu në Kosovë, dhe u ktheva me një farë angthi, por kur kam hyrë të rruga ime, se unë banoj në lagjën e spitalit në Prishtinë, dhe kur kam hyrë aty, ajo tollovia, ajo gjallëria, disi, me njëherë me frymzoj, thash, kjo është vendi im, disi, është gjallëri këtu, është tjetër, se fakt Suedia shumë me vendi qetë, unë jetoj në qendër Suedis, por me një ishull. është një oazë dhe ajo një farë parajse e veçantë, por nuk e ka të gjallërin që e ka Kosova. Edhe e di djaliem... trafikut shumë të madhe krejt tyre të lovive që bëhen? Trafik ka edhe në Suedi, po s'di si me ta spjellë është trafik disi ma e regull, prap. Këtu disi është... Ndodha tje kështu në rrath rrotullim me pas rrethet e na funksionojnë shumë mirë, sa aty vërtet adin i njohin rrethet, kemi pas rrethe prej viteve 2000,
fillim 2000-t, edhe aty funksionojnë rrethet. Këtu normal, merr kohë derisa ambientohen njerëzit dhe sa mësohen se si rregullat e rretheve. Zonja Bunjaku, ishte kënaqësi të kishim sot në #Gjesi. Unë të uroj shumë suksese. Faleminderit edhe ty gjithashtu Fortesa, faleminderit shumë. Ishte